Zëvendës kryeministrja Albana Kurçi u zhvilloi një takim në Bashkinë e Vallë të Deos me banorë që kanë aplikuar në programin Paketa Maleve dhe kanë kaluar fazën e parë të procesit, atë të miratimit të planit të zhvillimit. Duke folur për ecurinë e programit në rang kombëtar, Kurçi u deklaroi se deri tani janë miratuar mbi 1200 aplikime. Ne nuk mund t'ja lejojmë vetes që zonat malore të mbeten pas. Shqipëria duhet zhvillohet në çdo cep të saj. E pikërisht për këtë mendojmë fort që paketa e maleve është një shtysë akoma më e fortë për ta zhvilluar edhe zonën malore dhe ekonominë lokale në këto zona dhe t'i injektojmë akoma më shumë të ardhura në ekonomi me programe të tilla. Zëvendës kryeministrja holli poshtë kritikat ndaj nismës duke theksuar se paketa maleve nuk është një program i krijuar për investitorë të mëdhenj apo oligark, por një mundësi për familje dhe banorët e zonave malore. Ndërkohë, banorët të pranishëm kanë vlerësuar nismën si një mundësi jo vetëm për të marrë në zotërim legal pronat, por edhe mundësinë e zhvillimit të tyre, duke krijuar të ardhura për familjet përmes investimeve. Jam emigrant. Kena gëzuar një pronë, kastra gjyshim ka linë që ty, gjyshim ka linë që ty, baba em ka linë që ty. Por nuk zëdrojmë asë gja me letra. Paketa maleve në animon shumë. Adin, thjesht me bo këto pronat tona me letra. Unë jam një studente, për momentin jam në Fakultetin Ekonomik për Financë Kontabilitet, dhe unë kam marrë përsipër një hap shumë të madh duke apliku vetë për paketën e maleve, për arsye se du që me investu në vendin tem edhe me nejt pranë familjes teme, pranë vendit tem, edhe nuk du që me ikë askon jashta shtetit ose jashta vendit tem. Ndër të tjera, zëvendës kryeministrja theksoi se ky program plotësohet edhe nga skema dyfishos sipërmarrjen tënde, e cila u krijon mundësi bizneseve të marrin kredi me interesa të lehtësuara përmes bashkëpunimit me Bankën e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë. Bizneset mund të përfitojnë kredi me interesa 2 deri në 3%, me afat deri në 10 vjet, ndërsa shteti garanton deri në 70% të kolateralit. Kjo u jep mundësi sipërmarrësve të investojnë në pajisje, teknologji dhe zgjerimin e aktivitetit të tyre, tha ajo.